Apo dalin nga qarkullimi prerjet 50 euro, Banka Qendrore Evropiane sqaron të vërtetën. Së fundmi në internet po qarkullon një thashë them se kartë monedha 50 euro nuk do t'jetë më në qarkullim. Megjithatë, si Banka Qendrore e Spanjës, ashtu edhe Banka Evropiane edhe Banka Qendrore Evropiane i mohuan këto pretendime. Në mënyrë të veçantë, BQE theksoi se as Banka Qendrore e Spanjës dhe as një bank tjetër qendrore brenda eurozonës nuk ka urdhëruar të rreqen në një kartë monedhe apo monedhe euro. Të gjitha kartë monedhat euro ruajnë vlerën e tyre dhe mbeten në qarkullim. Banka Qendrore e Spanjës qëndroi në burimin e konfuzionit me kartë monedhën 50 euro. Të detajuar, ai kontrollon në mënyrë sistematike origjinalitetin dhe cilësinë e kartë monedhave të kryera nga institucionet e kreditit. Kartë monedhat dhe monedhat euro që vlerësohen në gjendje të papërshtatshme të riqen, azisohen dhe zëvendësohen me të reja, ndërsa ato që janë në gjendje të mirë hidhen sërish në qarkullim. Banka Qendrore e Spanjës theksoi se po e bën këtë veprim me të gjitha prerjet, jo vetëm në kartë monedhën 50 euro, dhe theksoi se edhe nëse një kartë monedhë dëmtohet, ajo nuk e humb vlerën dhe mund të zëvendësohet me një të re. Në mënyrë të veçantë, një arsye pse ne përpiqemi të mbajmë kartë monedhat në gjendje të mirë është për ta bërë më të lehtë kontrollimin e veçorive të tyre të sigurisë. Edhe pse kartë monedhat janë krijuar për të qëndruar, ato zakonisht tregojnë shenja konsumimi me kalimin e kohës nga përdorimi, theksoi Banka Qendrore e Spanjës.